بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حين. Vetëm që e ka e knatësinë Allah Azza wa Jall, me kënaqë Allah Azza wa Jall, edhe me këtë që afrohet te Allah
argument për të gjithë njerëzimin, ju tregojmë se obligimet e Allahut Azza wa Jall, që Allah Azza wa Jall e ka bënë në vendin tonë, nuk janë imponime, nuk janë dhunë, mirë po është natyrshmëri që Allah subhanahu wa taala e ka bënë, që vetë nefsi edhe zemra e dan, edhe na sot i shohim mashallah, bile edhe nëse nuk zgjohen në shërbim, hidrohen në nanat në prindrit e tyre, sepse nuk na keni zgjuar në shërbim, se edhe na dojnë me agjëruar. Ky pra është argumenti më i madh i kësaj feje, që është e drejtë, është e saktë dhe nuk është fe e dhunës, edhe nuk është fe e imponimit. Urtësia e dytë që e ka agjërimi vëllazërit e ndershëm, vetëm për këtë temë kemi folur gjithsesi ligjëratën e kaluar, që njeriu me agjërim, dhe kjo është esenca e agjërimit, bëhet i devotshëm. E ka frikë Allahut Azza wa Jall. E kur devotshmëria të arrijë në zemrën e besimtarit, mos u frikso se nuk të ban dëm dunjaja ndeshpate, ndeshtypate, dhe kjo është esenca që na gjithar duhet mundohemi edhe të luftojna me nefsin ton që gjatë këtij muaji të arrijna devotshmërinë në zemrat tona, frikën e vërtet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prej hikmeteve, urtësive që e ka vëllazërit e ndershëm agjërimi, është se i pasurit në këtë muaj ja din vlerën pasurisë, dhe ja din hallin, dhe ja din gjendjen e atij i cili është i varfër. Wallahi nëse sot i shohim sofrat tona, ndoshta nuk ka merr asnjë i varfër, edhe pse ka të varfër. Elhamdulillah, ndoshta asnjë kohë nuk ka qenë sikur se sot, edhe po i shohim se çka shtrohet në sofrat tona në iftar dhe në sifir. Edhe vërtet është mja ditë vlerën kësaj kënaqësie, kësaj të mire që Allah Azza wa Jall na i ka dhuruar. Edhe ai i cili e ka këtë, Allah Azza wa Jall ja ka dhuruar, pra le ta din se fukaraja jeni mujdet, po e me vitën ndoshta kështu ka vështërsi në ushqim. Bile ti dhe unë, kur t'je vjen iftari gëzohemi, durojna, mirë po parape kemi sofrën plot, ndërsa ai, edhe pse ka me ardhur iftari, ndoshta sofrën nuk e ka të mbushur plot. Apo ndoshta e ka vetëm një lloj ushqimi, sikur se vetë ju plesh na keni treguar, e keni mri atë kohë kur keni agjëruar që agjërim si fir iftar keni bën me lënë kumllave. Unë vetë për juve kum dëgju, edhe për atë e këshilloj vetëm time dhe juve sa më shumë Allah Azza wa Jall bën iftarit, pasi që të hajmë dhe nëse thirë të thëjmë Elhamdulillah, Elhamdulillah, ja Rabbel Alamin, që në t'i begatuar, në t'i dhuruar këtë mira. Po kjo nuk mjafton vetëm me gjuhë, vetëm me gojë, kjo duhet që neve të na banë, që na t'ju ndihmojmë edhe atyreve të cilët nuk kanë që i gjallë edhe ata sofrën e tyre, posa që nishtë në këtë muaj ta kemë plot sikur se po mbushën sot sofrat tona në iftar edhe në sifir. Hikmet, aportësi tjetër vëllazërit e ndershëm që ka agjërimi, është se njeriu me agjërim zemrën e vet e ban të përmirë, e ban të vet kontrolluar. Thot Muhamedi alayhis salam, aina më e keqe që e ka mbush biri Ademit në veten e tij është barki. I mjaftojnë të ati disa kafshata që ta mban veten e vet, nëse ka patjetër që i hatë shumë, apo është lodh, dhe një treta për ushqim, një treta për pije dhe një treta për primarje. Allah në nëzor, pak duke të gjithë jemi duke të kur, po e këshilloj edhe vetën time. Pra dine, se ena me e keqe, thot Muhamedi alayhis salam, që e ka mbush biri Ademit është barki, edhe sëfundit më të mëdha që shkaktohen sot në për njerëzi, është për shkak të ushqimit të pa kontrolluar, për shkak të nefsit të pa përmbajtur duke mos e kontrollu, duke ndranë ushqim shumë. Edhe thot një mjet musliman, sikur se musliman ta praktikojnë këtë hadith Muhamedit alayhis salam, që një të tretën e barkit të alojnë për ushqim, një për pije, një për frimorje,
kishte nevojë me pas spitale dhe nuk do të kishte nevojë me pas farmaci, për shkak se shumica e smundjeve që shkaktohen tek njerëzit është mos kontrollimi në ushqimet duke e tepruar. Allahu na përmirësoft të gjithëve. Thot Abu Sulejman al-Darani, një dietar i njohur, thot kur zemra nefsi të jetë i uritur, i etur, zemra të tjellohet, pastrohet dhe zbutet, ndërsa kur nefsi të ngopet, të mbushet, të zemra verbohet. Dhe kjo është në bazë praktikës. E vreni nëse hajmë shumë dhe të projnë, truni një fillon montash, një ashtu edhe zemra, se zemra dhe truni kanë lidhshmëri mes veti dhe njeriu nuk ka mundësi të kupton, nuk ka mundësi të mediton, nuk ka mundësi të përkujton, nuk ka mundësi të mendon dhe të logjikon, dhe një ashtu për shkak të ushqimit të tepruar, ai ka me dëmtuar veten e tij. E hikmet, e urtësi e këtij agjerimi që ne agjerojmë, është mendjen tonë e vënë tek tillë që na të meditojmë, të logjikojmë dhe kështu të përkujtojmë sende të mira, sende të dobishme. Prej hikmeteve apo urtësive tjera, vëllezërit e ndershëm, që e ka agjerimi është se njeriu me agjerim i dobësohet qarkullimi i gjakit. E kur njeriu ti dobësohet qarkullimi i gjakit, dobësohet edhe qarkullimi i shejtanit. Thot Muhamedi alayhis salam, inna shejtan yajri, thot shejtani ec qarkullon në trupin e birit të Ademit, sikur se qarkullon gjakin. E në mos ushqim në kohë të gjatë, atëherë gjaki ngadalsohet, dhe mjashtu kur qarkullimi i gjakit të ngadalsohet edhe shejtani dhe nuk ka mundësi që të dëmton, të vënë nxitje dhe zvese në punë të këqija, sikurse herave tjera që gjaku për shkak të ushqimit qarkullon ma shpejt. Kjo është hikmet përsi që ka ba Allahu Azza wa Jall dhe të Muhamedi alayhis salam, o ju djemoshka, nëse keni mundësi më martu, martohuni, se kjo është më mirë për juve që e runë shikimin tuaj dhe e runë epshin tuaj. E nëse s'keni mundësi më martue, atëherë të agjeroni, për shkak se agjerimi është voroj për juve. Se me agjerim, njeri e dëpson vetën, e kur të dëpsohet vetja, atëherë dëpsohet nefsi dhe kështu ai largohet prej mëkateve, largohet prej shikimit haram. Hikmeti i fundit se ka shkuar për inshallah në këtë të përfundojmë, që e ka agjerimi vllazërit e ndershëm edhe në aspektin shëndetësor. Edhe këtë më shumë e din njerëzit që kjo nuk është edhe në mia jonë, po ajo që kemi lexuar na mjafton një fjalë të cilën të gjithë mjekët e kanë thënë, agjerimi për trupin e njeriu është operim patik. Kështu e kanë cilësuar agjerimin shumica e mjekëve, që është sikur se mu operuar patik, të janë dobi apo hikmetet kursi që ka